Mirë, të nderuar shikues, në shkëmi i lajm të fundit bëhet fjalë për një ngjarje të hidhur e rëndë që ka tronditur ditën e sotme Fierin, ku sipas informacioneve paraprake mësohet se një burr ka vrarë gruan e tij, më pas pasi e ka qelluar pra për vdekje këtë të fundit, ka qelluar edhe veten. Akoma nuk dihen detajet se cilat kanë qenë shkaqet e kësaj tragjedie, mirë po është një informacion i minutave të fundit, pra i sapo raportuar, ku burri ka vrarë gruan e më pas edhe është vetë vrarë. Në kuman të Fierit ka ndodhur ngjarja në një fshat të Fierit, kjo vrasje e dyfisht e cila ka tronditur jo vetëm Fierin, por edhe vendin këtë të martë. Do mbetet për të parë dhe për të verifikuar se çfarë arsyesh kanë shtyrë deri në këtë ngjarje të rëndë, ku burri, ende i pa identifikuar, pra nuk kemi një njoftim zyrtar nga policia, ka qelluar mbi bashkëshorten e tij e më pas krimit ka qelluar edhe veten. Dy viktima shënohen këtë të martë nga Fieri në fshatin Kuman, ku është regjistruar kjo vrasje e dyfisht. Do të jetë policia patjetër e cila do të na jap edhe një njoftim zyrtar sa i përket ndoshta edhe informacioneve të para, dhe më pas do të jenë të gjitha ekspertizat dhe grupet të cilat do të marrin provat dhe do të zbulohet dinamika e kësaj ngjarje të rëndë. Pra kemi të bëjmë me një krim në familje, një ngjarje padyshim tepër e rëndë me dy anëtar të cilët largohen për shkak të arsyeve që ende nuk dihen. Nuk dihen pra nëse janë arsye banale apo ka pasur diçka tjetër që e ka shtyrë këtë shtetas pra në Fier për të qelluar mbi bashkëshorten e tij e më pas ka vrarë edhe veten.